Unë kam një kërkesë tjetër në kuadër të ndryshme. Kryetare, jemi dëshmitar gjithë se gjatë kohës së fundit është raportu për largimin e një punëtorie nga Radio Televizioni i Kosovës, që dyshohet që ju ka bërë pa drejt, nuk po tham që ju ka bërë, që dyshohet atë faktin ashtu çka kemi pa në lajme. Unë mendoj që si komision parlamentar e kemi për obligim me ftu edhe drejtorin e RTK-s, po edhe punëtoren në fjalë në një dëgjim para këtij komisionit. Dhe mendoj që ky komision duhet marrë sot një vendim se kur mund t'i ftojmë këto dy trupa në këtë aspekt, që ne t'i ndëgjojmë rrëfimet e tyre dhe pastaj të dalëm me një konstatim. E di që u bë shumë e madhe nëpër media, ka pas reagime dhe deputetëve të shoqërisë civile dhe të mediave dhe të gjithëve, por të vërtetën duhet ta ndëgjojmë nga ata të dy. Dhe nëse pajtoni edhe ju, unë kisha pas dëshirë që sot ta marrim një vendim që drejtojnë një kërkesë fillimisht ndoshta drejtorit të RTK-s si institucion, se është mirë fillimisht me ndëgju institucionin, dhe pastaj taftojmë nashta të njëjtën ditë me një orë më vonë ose një ditë tjetër, po mujna mi kry mrena ditës, edhe punëtorën në fjalë dhe ta ndëgjojmë. Faleminderit shumë Gone, propozojmë shumë vend në fakt që edhe e kemi mendu. Si komision kemi të drejtë që taftojmë bordin e RTK-s, prandaj po do e ftojmë bordin e RTK-s javën që vjen, mirë po pas të martës, pasi që veç e miratojnë fush veprimin e komisionit. E dim që bordi është jo funksional, pra do e shikojmë edhe ligjin e fjalë me pas kënd kemi të drejtë taftojmë dhe kush do i përfaqësoj në këtë komision. Ekzon? Faleminderit. Sa për këtë çështjes që e ngriti deputetja, po gjithë jemi informuar nga mediat në lidhje me këtë ngjarje dhe padyshim që në të ardhmen mbase do të ishte rrugës ky propozim, mirë po fillimisht janë disa organe tjera që e kam për obligim me i ndërmarrë disa hapa, me trajtu këtë çështje, pastaj konsideroj që mund t'i hapet rruga komisionit, por tendenca me sjell me njerë në komision konsideroj që ma shumë me politizan këtë çështje, këtë problematik, se sa që realisht mundet me kontribu në një zgjidhje të duhur. Dhe dyta, me sa kam parë edhe në të kalumen, komisioni ku jemi sot, edhe pse në një ndër fushat e ka dhe pushtetin lokal, është marrë jashtëzakonisht pak me pushtetin lokal, kështu që veç si sugjerim dhe si propozim është që edhe pushteti lokal të merë ma shumë vëmendje në këtë komision, pasi që normalisht është një ndër dekt më të rëndësishme të këtij komisioni që i përfaqëson. Vetë fakti që raportimin media është bërë që gjoja se personin fjalë është shkarku për çështje puro politike, unë mendoj që çështja duhet trajtohet këtë komision. Sepse sa është politizuar nuk politizohet. Përkundrazi, prania e tyne në këtë para këtij komisioni, nuk po tham i marrë në gjyq, nuk po tham me dhonë na verdiktin, thash vetëm takim dëgjimor. Dhe unë mendoj që ky komision ja mundson depolitizimin e kësaj çështje dhe jo politizimin. Prandaj unë prap këmbul që të respektohen gjitha rregullat, gjitha procedurat e nevojshme që aktorët kryesor të kësaj ngjarje ose të këtij veprimi t'i ndëgjojmë si komision. Përndryshe, na e kemi të drejtën edhe si komision me shku atje, e kemi të drejtën si komision edhe si antar të komisionit edhe individualisht me shku. Po janë disa çështje që unë praktikoj nga përvoja ime parlamentare që t'i trajtojmë institucionalisht për mos m'ju dhon pastaj ngjyrime politike. Nëse ne i trajtojmë si komision, mundësit janë shumë të vogla për me politizu. Nëse unë personalisht ose timja pëzom ose Ermali që jemi parti opozitare e trajtojmë individualisht, atëherë mundësit janë shumë të mëdha që kjo çështje të politizohet. Dhe unë mendoj që ky rast nuk ka as pak nevojë të politizohet. Sepse kjo nuk i bën mirë as pushtetit, as opozitës dhe as media.
Ne këtu jemi për me trajtu çështjet dhe problemet që kanë direkt bëjnë me qytetarët e Republikës Kosovës. Personi në fjalë është një qytetar e Republikës Kosovës, paguhet me taksat të qytetarëve të Republikës Kosovës siç paguhem edhe ne, prandaj unë mendoj që e kemi obligim si deputet që ta thrasim në dëgjim, ta ndëgjojmë minimalisht çka mundna e bësh me ndëgju. Ne nuk mund të marrim asnjë vendim, pas dëgjimeve na mund dalim me rekomandime dhe komente, po ajo çka po kërkoj është, s'po kërkoj raport, po kërkoj dëgjim, seancë dëgjimore. Faleminderit shumë zonja Musliu, patjetër që do të ketë seancë dëgjimore, me që RTK-ja nuk ka bardh që ky komision ka përgjegjësi direkt me ftu, do i shikojmë mundësitë dhe hapësirat ligjore se kënd do e ftojmë nga RTK që të jetë prezent në këtë komision dhe patjetër që do të kemi seancë dëgjimore, sepse nuk është vetëm një që është largu nga puna, ka edhe tjerë që janë largu nga puna dhe besoj që të gjithë do të jenë në këtë komision dhe do i shqyrtojmë të gjitha kërkesat një nga një. Nëse dikush nuk ka ndonjë pikë tjetër, atëherë konstatoj që mbledhjen e mbyllim me kaq. Shihemi të martën në orën 10. Faleminderit.